Në këtë edicion do të ndihni. Lista pritjes për një rezonancë magnetike në qendrën klinike universitare të Kosovës është zgjatur deri në 10 muaj. Ka disa ditë që kanë filluar të digjen mbeturinat në lagjen Ali Ibra dhe sot aty gjendja po vazhdon të jetë e njëjtë. Aktualisht në nivel vendi ka mungesë të inspektorëve të arsimit shkak pensionimi i disa prej tyre. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Lista pritjes për një rezonancë magnetike në qendrën klinike universitare të Kosovës është zgjatur deri në 10 muaj, por kryesisht janë në pritje pacientët ambulantor. Arsyeja prapa këtyre pritjeve janë kërkesa të shumta që adresohen nga të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor. Lista e pritjes për një rezonancë magnetike në qendrën klinike universitare të Kosovës është zgjatur deri në 10 muaj, por kryesisht në pritje janë pacientët ambulantor. Kështu ka bërë të ditur drejtoresha klinikës së radiologjisë Shkëndije Nuza, e cila tha se ndonë se ka 3 javë që e ka marrë detyrën është duke punuar në rishikimin e kësaj liste. Nuza tha se arsyeja këtyre pritjeve të gjata janë kërkesat e shumta që adresohen nga të gjitha nivelet, duke filluar nga kujdesi parësor shëndetësor e deri tek klinicistët. Lista pritjes ekziston, ka ekzistuar dhe do të ekziston shumicën e kohës, për arsye se ka kërkesa shumta për gjitha niveleve të mjekëve, për mjekut familjar deri te klinicistat. Ta kem të një sqarim se listat pritjes ka vetëm për pacientët ambulantor, nuk ka për pacientët hospitalizuar. Për arsye se është vendimi i klinicistit të bën përzgjedhjen e tij se ka ditën e caktuar mjeku, ato orarin e caktuar që dërgon pacientin për incizim në rezonancë magnetike. Drejtoresha klinikës së radiologjisë Shkëndije Nuza po ashtu shpreh se në rezonancën magnetike po punohet çdo ditë të javës në një orar 12 orësh. Për momentin punojmë komplet me stafi është i angazhuar, pavarësisht punës që ekziston kohën e pushimeve vjetore, për arsye se mos shfrytëzimi pushime kena pak pengesa në organizim, por përgjithësi stafi është komplet i angazhuar, nuk nuk është mbyllur asnjë shërbim, organizon komplet shërbimet, punohet me rezonancë magnetike 12 orë çdo ditë, 5 ditë të javës. E ndonë se në për disa klinikat të QKUK-s është raportuar se po largohet stafi mjekësor, në klinikën e radiologjisë Nuza thotë se nuk ka pasur ndonjë shkruarje të mjekëve. Ndër të tjera Nuza shpreh se kjo klinikë ka gjithsej 29 radiolog, por në rast të hapjes së shërbimeve të radiologjisë pediatrike do të ketë nevojë për shtim të stafit. Ka disa ditë që kanë filluar të digjen mbeturinat në lagjen Ali Ibra. Gjatë vizitës që i bëri sot ekipi televizionit Syri kësaj lagje, u pa se aty gjendja po vazhdon të jetë e njëjtë. Deponia mbeturinave në lagjen Ali Ibra po vazhdon të jetë në gjendje të mjerueshme. Ekipi ynë ka vizituar këtë deponi edhe ditën e sotme me të marrë informatën se sërish ka djegje të mbeturinave. Për fat të mirë, rreshjet e shiut e kanë penguar për hapjen e zjarrit, por tymi e era keqe vazhdojnë të jenë problem për qytetarët e Gjakovës. Pavarësisht iniciativave të pastrimit në këtë lagje, kjo zonë vazhdon të jetë përfshirë nga mbeturinat në të gjitha anet e saj. Banorët vazhdimisht kërkojnë që të ofrohet një zgjidhje për këtë pjesë. Ditë më parë, ekipet e zjarfikësve kanë intervenuar për shuarjen e zjarrit masiv, ku një nga ta fatkeqësisht edhe kishte mbetur i lënduar. Banorët e një banese kolektive në Gjakov tash sa ku janë në hall me disa insekte që po i shqetësojnë të gjithë personat që banojnë aty. Ata kërkojnë ndihmë për largimin e tyre. Diçka jo fort të zakonshme po ndodh në një banesë në qytetin e Gjakovës. Banorët janë në hall nga disa insekte të çuditshme që kryesisht dalin gjatë natës dhe po përhapen me shpejtësi në korridore dhe në të gjitha katët e banesës. Prapa kamerave, ata për televizionin ton thanë se nuk po mund të ushqehen e as të flen nga këto insekte. Sipas tyre, ata shpesh u janë drejtuar institucioneve pasi që kjo nuk është hera e parë që ndodh një gjë e tillë, por që nuk kanë marrë ndonjë përgjigje. Disa prej banorëve me mjete vetanake financiare kanë kryer dezinsektimin e banesave, por që problemi sipas tyre qëndron tek objekti vjetër banesor që duhet të pastrohet detajisht. Por ka të tjerë që për arsye të kushteve financiare jo të volitshme nuk mund të kryejnë as dezinsektime vetanake, andaj ata sërish do t'i drejtohen institucioneve për ndihmë gjatë javës së ardhshme.
Detyrat e inspektorëve të arsimit janë mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi të cilat rregullojnë fushën e arsimit në edukimin dhe arsimimin publik dhe privat në Kosovë për edukimin në nivele të ndryshme. Mirëpo kohëve të fundit në Kosovë problematik është numri vogël i këtyre inspektorëve. Inspektoriati i Arsimit bën mbikëqyrje në zbatimin të ligjeve dhe akteve nënligjore në fuqi që rregullojnë fushën e arsimit në edukimin dhe arsimimin publik dhe privat në Kosovë për edukimin në nivele të ndryshme. Ajo që bie në sy kohëve të fundit është numri i vogël i inspektorëve. Sipas Shyrete Reçicës, inspektore në Ministrinë e Arsimit, kjo vjen si pasojë e pensionimit të disa inspektorëve. Atëherë, lidhje me planifikimin dhe bazën ligjore jemi ma pak numër, për arsye se ata që kanë dalë në pension me vitet e tëra nuk janë zavendësuar dhe kjo ka ndikuar domethënë të bie numri inspektorëve. Inspektorati i Arsimit dhe drejtorët e shkollave janë faktorët kyç që mund të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë. Roli i inspektorit të arsimit ka ndryshuar ndër vite, por vazhdimisht kërkohet që përveç mbikëqyrjes ata të jenë edhe bashkëpunues. Salim Aliqi është mosimdhënës i cili krahas profesionit të tij me shumë pasion merret edhe me bletari. Ai thekson se vendi jonë është tejet i përshtatshëm për ushtrimin e kësaj veprimtarie. Bletaria nuk është profesion i lehtë, mirë po mosimdhënësi si Salim Aliqi krahas profesionit të tij ushtron edhe bletarin. Si gjithë bletarët, ai thotë që përpos përkushtimit, ky profesion kërkon dashuri. Ai ka 40 koshere me blet. Për momentin i kam 40 koshere, i kam pas 60, 20 më kanë dështu, gjatë vitit. Dështimi ka qenë për shkak se vitin e kalum ka qenë i temperaturë shumë e lartë. E bleta s'ka mujtë shumë me përballu temperaturave larta, po ashtu edhe pak varatoza ka ndiku shumë, sinën e vjeshtës mi ka dëmtu 20. Ka pasur dyshime nga shumë qytetarë se mjalti në Kosovë nuk është cilësor, pasi toka ka qenë e bombarduar. E për këtë Aliqi thosë se është e pavërtet, pasi lufta ka mbaruar 23 vjet më parë dhe vendi jonë është tejet i përshtatshëm për ushtrimin e kësaj veprimtarie. Vegetacioni natyra bën vetën. Bombardimet janë 22-3 vite që kanë ekzistuar. Tani është zvogluar ajo dozë. Kështu që nuk kemi të drejtë me e quajtur ashtu tokë të bombardume. Duhet me pas kujdes faktori njeri që merret sidomos me blet, sepse bleta kur qitet në katin e dytë e tretë, siç po e shihni këtu, nuk guxon të ushqehet më. As me pogaçe, as me shërbet, me asgjë. Bletaria është e shtrirë në të gjithë vendin dhe kohëve të fundit është rritur interesimi i qytetarëve për të marrur me këtë profesion, pasi edhe pozita gjeografike dhe kushtet klimatike janë shumë të favorshme për zhvillimin e tij. Një trend në rritje gjatë kohëve të fundit është largimi mjekëve të rinj nga Kosova. Sipas tyre, kushtet jo të favorshme të punës po bëjnë që ata të shikojnë për mundësi për ta ushtruar profesionin e tyre në shtetet e Evropës. Sfidat e mjekëve të rinj janë të vazhdueshme dhe të shumta. Shumë nga mjekët e rinj zgjedhin të largohen nga Kosova dhe ky tashmë është bërë një trend i vazhdueshëm. Kushtet e punës optimale dhe mungesa e barnave vështirësojnë punën e mjekëve në përgjithësi. Kreshnik Savileci është vetëm një nga shumë mjekët të rinj nga Gjakova që thotë se këto situata të vështira kanë bërë që mjekët ta lënë vendin. Vlen të ceket që ndonjëherë ka mungesë të barnave esenciale, kushtet e punës në disa pikat ambulantave mujnë me qenë edhe shumë modeste ose jo optimale, ka mungesë të aparaturave mjekësore edhe ndoshta mungon edhe respektimi i hierarkisë mjekësore, po ashtu edhe respekti ndaj mjekëve kundrejt popullatës edhe anasjelltas e kështu me radhë. A mendon që këto janë shtys që shumica mjekëve, sidomos të rinj vetë se po largohen nga vendi? Po patjetër që këto janë shtysat ndërkryesorët, duke mos përmend edhe çështje tjera që mund përfshihet këtu edhe çështja e pagesave të mjekëve, të cilat janë do të thotë shumë bazike apo edhe është e vështirë mi dalë me ato pagesa. Nga Oda mjekëve të Kosovës thuhet se brenda 3 muajve të parë të vitit 2022, Kosovën e kanë lënë 62 mjekë të specializuar në fusha të ndryshme. Kjo ikje vazhdueshme mund të shkaktojë pasoja të rënda në shëndetësinë kosovare në të ardhmen.
Vetvrasja të rinjve është një problem në rritje në shoqërinë bashkohore. Ka shumë faktorë që kontribuojnë në këtë fenomen, mirë po ka dhe shumë mënyra që mund të ndalojnë vetvrasjen. Vetvrasja e të rinjve është një problem në rritje në shoqërinë bashkohore. Ka shumë faktorë që kontribuojnë dhe shumë mënyra që mund të ndalojnë vetvrasjen. Sot, kur flasim për vetvrasjen, ka shumë përkufizime, të cilat padyshim që nuk mjaftojnë të shqyllohen me pak fjalë, kështu është shprehur psikologu Besart Gashi. Shkencëtarët kanë ardhur në një konkluzion interesant se vetvrasja ndodh tek ata persona të cilët janë të lumtur pa pasur ndonjë burim të jashtëm për pajisje. Ata dallohen nga personat të cilët kanë ndonjë burim të jashtëm, siç është varfëria për t'u fajsuar. Këta të fundit tentojnë të jenë agresiv ndaj forcave të jashtme se sa mendojnë për vetvrasje. Është vërtetuar se tek të rinjt, të cilët kanë shërbime psikologjike dhe që tentojnë të vetvriten, numri është shumë i madh se atyre që kanë probleme tjera. Gjithashtu është gjetur se të rinjt që tentojnë vetvrasje vijnë nga familjet jo funksionale, të cilat kanë pasur trauma të vazhdueshme. Këta të rinj janë në depresion të vazhdueshëm dhe ekstrem dhe kanë probleme të sjelljes. Gashi shtoi se kur dikush ka prirë vetvrasje se familja dhe miq luajnë një rol jetik, duhet të qëndrojmë pranë tyre, t'i dëgjojmë me dashuri dhe të përpiqemi t'u ndihmojmë. Situata në Ukrainë po vazhdon të jetë shumë e vështirë. Kronika në Vjemna një më të reja të fundit gjatë luftimeve mes Rusisë dhe Ukrainës. Kryeministri i Ukrainës Denis Shmyhal deklaroi së fundmi se gjatë pushtimit rus në vendin e tij janë shkatruar më shumë se 25.000 kilometra rrugë, disa qindra ura dhe 12 aeroporte. Gjatë një interviste për mediat perëndimore, Shmyhal tha se më shumë se 100 objekte arsimore, mbi 500 objekte mjekësore dhe 200 fabrika janë gjithashtu të dëmtuara. Rreth 35% e ekonomisë aktualisht nuk funksionon. Më shumë se 300.000 kilometra katror tokë është minuar ose me bomba të pashpërthyera, shtoi kryeministri i Ukrainës. Shmyhal vlerësoi se 30 deri në 50% e prodhimit të brendshëm bruto të vendit ka humbur. Deficiti mujor buxhetor është $5 miliard. Sipas vlerësimeve të ndryshme, dëmi drejt për drejt i infrastrukturës dhe ekonomisë është rreth $600 miliard. Ndër të tjera, Shmyhal tha se qeveria ka ndarë më shumë se $50 miliard për ndërtim të menjëhershëm aty ku ishte e mundur. Faza tjetër do të jetë rivendosja infrastrukturës kryesore si furnizimet me energji dhe ujë dhe rindërtimi i urave dhe rrugëve që aktualisht janë të shkatruara. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet kryesore që kishim në këtë edicion. Lista pritjes për një rezonancë magnetike në qendrën klinike universitare të Kosovës është zgjatur deri në 10 muaj. Ka disa ditë që kanë filluar të digjen mbeturinat në lagjen Ali Ibra dhe sot aty gjendja po vazhdon të jetë e njëjtë. Aktualisht në nivel vendi ka mungesë të inspektorëve të arsimit shkak pensionimi disa prej tyre. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion qendror të lajmeve, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me televizionin Syri dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.